flas. Edhe dua ta filloj me një ndjesë për të gjithë ju, për të gjithë qytetarët e Korçës që e përgëdhela Ilir Vrenozin në moment në gabuar. Edhe u fry edhe pastaj u bë protagonist i një shfaqje porno politike në Pallatin e Sportit, ku besoj unë, Këneta i dha të gjithë Korçës dhe të gjithë korçarëve në radhë parë të gjitha arsyet pse duhet tharë edhe nuk duhet votuar më kurrë nga Korça. Kurrë. Edhe për i të vërtetës, historia ishte shumë e thjeshtë. Se më tregoi Nikua një video të një deputeti këtu të Kënetës që ishte një gjë e pabesueshme. Në një kafe ishin vetëm burra, s'kishte asnjë grua. Dhe ky deputeti bënte edhe ata qoheshin, bravo! Ky ata bravo! Edhe nuk e besoja dot që ky ishte deputet. Do me thënë, në 1923 Korça zgjodhi Fan Nolin. Në 2025 Këneta i thot Korçës zgjidh Fidelin. Edhe kur bënte i fryeshin mëngët. E pabesueshme. Dhe vjen keq se ka dhe emrin e një shokut tim.